Përshëndetje, po t'rregoj pak se si mund të instaloj aplikacionin Zoom. Pra, qoftë në Play Store ose në App Store, mund të bëni search mbi aplikacionin Zoom dhe shikoni këtë lloj ikone që ka, domethënë pasi ta instaloni, duhet që momenti fillestar ju del kështu. Atëre, mund të bësh si nga apo se sign in, atëre unë po bëj sign in dhe për të bërë sign in po I bëj me Google. Me Google e ka më mirë sepse mbaj mend passwordin e emailit e Google. Atëre, meqense këto të parat I kam përdorur më përpara, po jap në fillim fare, po jap me me email, pra ju japni me emailin tuaj. Dhe bëj create account. Dhe bëj launch. Okej, mori vet launch. Tani, nëse më duhet që të shkoj në email, pra tek emaili që kam, më duhet që atë ta konfirmoj. Pra e kisha pra dhe njërë, duhet të futem te klasa. Pra ju do futeni te klasa juaj, domethënë tek emaili juaj, dhe nëse ju ka dalë ndonjë mesazh që ka të bëjë me konfirmimin e saj, duhet patjetër ta bëni konfirmim. Atëherë provoj pak. Që ka ardhur apo? Okej. Pra nëse në një moment nuk kapet, duhet patjetër që të shkoni dhe ta konfirmoni në emailin tuaj. Atëherë, nëse mësuesi juaj ju ka dërguar një URL, pra një URL-n ai mund t'ua dërgojë në grupin e WhatsApp-it ose në Google Classroom, pra një URL. Zakonisht unë punoj me Google Classroom dhe ju dërgoj link çdo të dhënë, pra nëse ju del një URL, pra me emrin Zoom, kjo është URL-ja e atij takimit që po ndodh në atë moment të mësuesit. Atëherë në momentin që ti klikon mbi Zoom, lëre automatikisht mos hap me Google, po hap me Zoom. Pra hap direkt me aplikacionin. Po të shikoni, pra këtu është pamja, është kamera e mësuesit, duke punuar mësuesi, dhe këtu ju që ta bëni aktive, duhet që këtë pjesën këtu, pra nëse e keni mute, pra e keni kështu, është okay. Pra nëse ju e keni unmute, do ta bëni mute. Pra keni parasysh këto gjëra. Ndërkohë, nëse doni ta lini kamerën aktive, mund ta lini aktive dhe mësuesi është duke ju parë. Pra ju mund të flisni tani dhe mësuesi ju dëgjon. Pra ky është funksioni. Këtë lloj mësimi mësuesi mund ta incizojë. Pra në një klas mund të futen maksimumisht deri 100 persona dhe koha e mësimit është 40 minuta. Ju falenderoj dhe nëse keni ndonjë pyetje, mund ta bëni.